çka ka ndodhur është që kjo propagandë ndyrë është bërë edhe në xhamit tona dhe një nga krye propagandistët e kësaj propagande ka qenë Hoxhë Bekir Halimi nga Skopja apo Shkupi i Maqedonisë. Tani, ky dokument që po nxjerrëm këtu është nga Kongresi Amerikan apo Senati Amerikan në mars të vitit 2010, ku Senati Amerikan tregonte ndër të tjera se si në maj të vitit 2008 Imam Bekir Halimi nga Maqedonia ishte arrestuar për sjellje në mënyrë ilegale të fondeve nga një organizatë pro-terroriste dhe që nga janari vitit 2007 Halimi ishte marrë mbi 4.5 milion euro nëpërmjet pagesave mujore nga shoqata Revival Islamic Heritage Society. Tani Bekir Halimi në një dokument tjetër, për që nuk po e hap tani se nuk kemi kohë ta hap, përmendet edhe Sadullah Bajrami si dy nga personat që kishin sjell rreth 4.5 milion euro nga kjo shoqata kuvajtiane. Tani miq, marrësh 4.5 milion euro është vek i madh, sidomos në vitin 2007-2008 kur euro dhe dollari kishin vlerë, të merrsh 4.5 milion apo 5 milion euro në atë kohë, është sikur sot marrësh 20 milion euro në vit. Big money. Tani pse po e përmend këtë faktin e Bekir Halimit? Po e përmend se unë e kuptoj që njerëz si Bekir Halimi apo Sadullah Bajrami paguhen, kupton? Dhe duke qenë që paguhen, ata do të lehin për atë që, domethënë, dora që të ushqen nuk e kafshon dot. Dhe unë e kuptoj që si Sadullah Bajrami, si Bekir Halimi do bëjnë politikën e familjes Arabi Saudite, të Emirateve, të Kuvajtit, të këtyre sheikdomeve vehabiste. Megjithatë, me këtë video, unë dua që t'i apeloj Bekir Halimit, këtë video e bëra po si përpara pak minutash, po debatoja, kisha telefonat me një hoxh tjetër nga Kosova, me Ergin Shalën, të cilin e kritikova në Facebook se Ergin unë e njohshim vitin 1999, në atë kohë Ergini nuk falte namaz, e kam ftuar unë që të fali namaz, bëhet musliman, se që shumë nga hoxhallarët që janë në Ballkan, që nga Alfred Meta, njohur për ndryshe si Abdusamet Meta në kombinat, Ervin Ago e tjerë janë njerëz që unë i kam ftuar në xhami edhe të falen, dhe i kam lexuar Kur'anin dhe hadithet. E du të them që e nisa sot ditën duke u fjalosur me Ergin Shalën, po nga Ergin Shala dola te Bekir Halimi dhe Sadullah Bajrami. Tani çfarë duhet të them unë Sadullah Bajramit dhe Bekir Halimit? Unë e kuptoj që ju paguani, kupton? Dhe për pagesën edhe mu po të mirte Arabia Saudite 4.5 milion euro, ndoshta edhe 1 milion euro në vit po të mirte, ndoshta do ngjinin te shejtani. Dhe edhe unë do bëja propagandën që ju bëni. Pra, në një kohë që Izraeli e ka zhdu Gazën, ndoshta ka vrarë 1 milion njerëz, dhe sigur e shikoni Netanyahu edhe pse është bërë armik i njerëzimit, ku dje u distancua nga ai edhe Britania e Madhe, perandoria britanike, Australia, Kanadaja, Britania, Franca, Portugalia, gjithë perëndimi është distancuar, ai vazhdon prap gjenocidi nga që është i fuqishëm. Por në një kohë që gjithë njerëzimi, qoftë edhe Britania që e polli bastardin britanik, atë bastardin zionist, po tërhiqen, dhe i vetmi shtet që mbështet Izraelin është Amerika, të cilën ne e dim që ata kanë kapur. Presidenti Trump ka frikë se ata e vrasin Trumpin, sigur vran Kennedyn. Në këtë periudhë ku gjithë njerëzimi po të çmendet, ku që nga kryeministri i Francës, që Allahu e rujt, Pedro Sanchez, i del edhe i thot popullit vetë që ne do t'i bëjmë sanksione Izraelit, nuk do lëmë anijet e tyre ushtarake, marrin naftë dhe vinë portet tona etj, e thot nuk kam bombë atomike, ose s'kam çfarë të bëj thot Izraelit, kur gjithë perëndimi, gjithë bota e myslimane është çuar në këmbë për Palestinën, ju bëni propagandë
subversioniste.